Të nderuar miq, tashi jemi përsëri me kapiten Bilalin, I cili po na tregon disa mbresa dhe kujtime nga baza e Shëngjinit. Kapiten, na treguat domethënë se si mbritën katrat e para nga flotilja e Durrësit, nga porti I Durrësit që shkuan në Shëngjin, një ditë të qetë, pa probleme, një mot I qetë, katrat kinez, 6 katrat e parë, shkuan atje. Tashi, unë do të dija dhe diçka më tepër, jo vetëm unë, por dhe opinioni shqiptar edhe I marinarëve, cilët ishin kuadrat që shërbenin në shtabin e parë të bazës ushtarake detare Shëngjin. Kuadrat që ishin në shtab, se ju ishin në bazë, ju ishin në për katra në pranije, në për më vonë në përgjuesa dhe siç u kompletua baza. Por kush ishte shtabi I bazës Shëngjin në atë kohë? Në vitin 1974 krijua baza ushtarake detare e Shëngjinit me komandant Bert Bali dhe komisar Luci Gjika. Për shef shtabi? Për tje shef shtabi s'më kujtohet mirë. A qenë ky Qamil Gjoka apo Krishta? Qamil Gjoka, për nduhet se Po nëse gjeun ata, nduhet se me Allaj Trebicka. E gjeun ata, nuk është problem. E gjem në dokumenta, nuk, por unë dua kujtime të tu. Dhe me fyt Tjorduka, sekretar byroje. Ky ishe linj partia. Nëse tashin edhe ata do t'i përmendim tashin se ashtu funksiononte. Ai ishte struktura e asaj kohe. Shef qëndrimi I bazës ishte Sotrinako. Pedagog në shkolla marine në Skarë. Ky më mbrapa, domethënë erdhi kur kriju bazë ushtarake detare. Ky ishte pedagog para dhe erdhi atje. Shtatë kanë transferuar direkt Shëngjin. Erdhi në Shëngjin. Shef I lundrimit bazës. Shefi artillerisë së bazës, Asjeri Emini. Shefi askush se ka përmendë. A disa burrimir, ka qenë komandant Dragaminës. Ka ishte ky Asjeri. Askush se ka përmendë. Pse përmend? Po se ka përmendë Asjeri. Ishte shumë I urtë. Kush përmend për gjë? Po ta duvo pra. Ai bëte punë shkreti. Ai bëte punë rritë atje. Shef artillerie. Prenkola, shef armatimi. Ishte një që kishte ardhur nga shkolla e bashkuar. Prenkola. Shef armatimi. Ata ishin specialistë. Ishin profili. Po. Shefi I Tresit ishte Baki Huti. Baki Huti. Shef I organ ushtarak numër 3. Shefi I 4-s ishte. Edhe çfarë bënte se opinioni nuk I dikto me numra, po shefi I 3-sit ka kryesorën, ka organin minsiluar. Po. Minsiluar. Po. Ka organin kryesor. Se opinioni nuk I din. Edhe mund ta dëgjojnë edhe fëmijët e vet. Nuk e din se çfarë pune ka bë baba I tij. Shefi I 4-s ishte Kosta Dhima, inxhinier. Kishte marrë Universitetin Shtetëror të Tiranës, edhe aty e ka filluar karrierën Kosta I shkret. Edhe inxhinier Kosta Dhima. Bore mirë, bore. Shefi I organit luftarak numër 5, Skënder Manjani, nga brigada e Ndecëve. Ka ardhur. Shefi I shërbimit radioteknik Agim Molla. Ky Agim Molla ishte ndërlidhës? Jo ndërlidhës. Ka qenë ndërlidhës ishte shefi I 4-s. Mirë, po ky në origjinë. Shefi I shërbimit radioteknik ishte marruar shkollën e bashkuar për ndërlidhës radio zbulim. Radioteknik është zbulim. Po. Nuk ndërlidhje është tjetër, zbulimi. Po pra, po. Se më kërkon Agimin e kam edhe tani Skarove. Po. Shefi I SRT-s. Shefi I kimis ishte Pjetër Mikeli.
Pjetri, askush ma ka thënë këtë. Pjetër Mikeli, shefi kimis bazës, ka net shumë kohë. Shefi. Edhe në Durrës kur kemi arë të dy. Edhe kemi ne të dy komanda beqarë, ca kohë. Edhe të shtetën shpi jemi përballë njëri tjetër. Oh, ky Pjetri, ky që kërkote me qira aty. Pjetër Mikeli. Kërkote i kapter i shoku jonë. Shefi i Prapavijës ka qenë Jack Nozi. Jack. Nozi. Një shkurtër. Aha, po. Refik Hasani ishte shef i Veshmbathjes. Refik Hasani. Skënder Gixhari ishte shef, Refik Hasani shef ushqimi, Skënder Gixhari shef Veshmbathje. Në Veshmbathje është marrë ky Gixhari, firmon tek këto. Veshmbathje, me ata është marrë. Rroba tek putë. Po. Sa shefi kishte tjetër more. Shefi Gjenjos ishte Sali Gorezi, inxhinier. Sali Gorezi, shef i Gjenjos. Kuptojmë, duke s'ka tjera më. Shef Gjenjos, shef ushqimi, shef Veshmbathje, s'ka më. Edhe shef Prapavije. Ky shtabi kur kompletua, domethënë? Ky me krijimin e bazës në vitin Shkuat ju. 1974. Shkuat ju. Po ne kishim 4 vjet që kemi shkuar burrë dhe pse do të shku. Këta erdhën mbas. Po shoku, është tjetër krijimi edhe një herë. Është tjetër vajtja e skuadrilës ishte pjesë e bazës Durrësit. Nuk kishim neve Po, baza është tjetër, ju kishit shkuar aty. Në vitin 69, në shtator, më duket në 69, kur kryusët e këtë damisa, erdhi vetëm një skuadrilje. Vetëm një skuadrilje me 6-4 selerus, që i të thashtë të emrat gjitha. Neve, deri nga 69, deri 74, i thonë 5 vjetë. Kemi nejtë 5 vjetë si skuadrilje. Po pastaj, si skuadrilje prap kemi vazhduar, ju vazhdojtë aktivitetin, pastaj erdhi shtabi. Varesh nga baza ushtarake detare e Durrësit, në linjë partije dhe në linjë ushtarake. Kapiten, do ta mbyllim me këtë, domethënë rrëfimin. Po. E kupton. Këtu, pastaj 5 vjet ka qenë kjo linjë. Vitin tjetër në erën 3-4 tjerë, u bon 9-4. U bon 9-4 dhe u bon me domethënë me 3 herë. Ju dha emri regjiment. Edhe ju dha emri e kupton. Nëse këtë rrëfim tëndin ne kishim për shtabin e Budit. Mirë. Edhe ti urojmë. Shtabi i Budit është krijuar në vitin 1974. Atëre kur u krijua baza, u krijua baza ushtarake detare. Janë krijuar një kohë me bazën e Sarandës. Tashi ne këtë do bëjmë një respekt. Kuptohet se çfarë ndryshimi ka. U kriju bazë edhe u shkëputëm nga Durrësi. Një respekt për të gjithë anëtarët e shtabit të Budit Shëngjëm. Omazh për ata që kanë ndruar jetë. Shpëtim Ramadani, shef llogarie. Po. Omazh për ata që kanë ndruar jetë. Ja më kujtua. Që kanë ndruar jetë. Regjimenti. Kishte regjimenti shtab. Kishte vetëm shtab regjimenti, jo Budi. Jo, kishte shtab regjimenti, shtab grupi. Po pra atë them. Shtab ja po seksu edhe këtë. Shtabi i regjimentit, Shtjepen Stjefti, shef mekanik. Skënder Bersani, shef në lidhje. Lefter Burhani, shef SRT.